Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi live në Ty7 me emisionin Zonat. Sonte do të flasim për një temë që prek mira çifte në Kosovë, por për të cilën flitet ende shumë pak. Pra do të flasim për infertilitetin. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 10 deri në 15% e çifteve në vend përballen me vështirësi për të pasur fëmijë. Por për te sfidës mjekësore, kjo temë mbetet e ngarkuar edhe me paragjykime e stigma, sidomos ndaj grave. Për një kohë të gjatë, mungesa fëmijëve është parë si dështim i gruas. Në shumë raste, ato janë fajsuar, stigmatizuar e madje edhe braktisur. Ndërkohë, shumë burra nuk pranojnë as të diskutojnë për mundësinë se problemi mund të jetë i tyre. Ndonse sot, shkenca e ka bërë të qartë se infertiliteti prek të dy palët njësoj, ose më shumë ata. Por pse vazhdojmë ende të gjykohen e të stigmatizohen gratë më shumë. Këto dhe shumë të tjera, unë kam kënaqësi që sonte në studio të kem doktor Mentor Spahiu, endokrinolog dhe androlog. Mirë se vjen, doktor. Faleminderit shumë që jeni sot në studion e Zonave. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu, në studion e Zonave, sot është edhe Dardan Baftiu, doktor Dardan Baftiu, ginekolog. Mirë se vjen, doktor. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me neve. Faleminderit juve për ftesën. Mirë se u gjetëm këtu. Është edhe Paulin Nushi, Kërëtisi gjithmonë. Dhe Rita Behadini. Shumë kënaqësi. Doktor, po e nis me pyetjen se sa është shkolla e infertilitetit në Kosovë? Çka thon statistikat? Dhe ndoshta cilat janë pak a shumë shkaqet e cilat çojnë deri te infertiliteti? Statistikisht në botë mendohet që dikur edhe 17.5% gjitha çifteve, të cilat janë në fazën kur mund të janë të pjellshëm, kanë problem me infertilitet. Në numrat Kosovës, nëse i marrim edhe i llogarisim, i bën diku që dikur rreth 34.000 çifte kanë problem. 34.000 çifte. Për të cilave i bën që dikur rreth 17.800 meshkuj kanë problem. Për arsye se statistikisht për momentin burrat janë në avantazh në raport me femrat në lidhur me këtë problem. Okej, 52%. Se çfarë duhet me thonë? Janë problemin social. Po, se çfarë duhet me thonë? Ginekologu i burrave. Ginekologu i burrave, andrologu. Se kur e pyeta çka do thotë androlog, tha është ginekolog i burrave, Paulina më tregoi. Kështu që këta duhet me thonë pak me zonë më të lartë që një numri më i lartë i atyre që janë infertil, do të thonë, janë burra. Statistikisht 52% në 52% rasteve problemi është të burri. Të burri. Do të thonë dikur rreth 48 është të femra. Në Kosovë. Historikisht Mos u gëzo shumë se do thonë ja se u gëzu zana, më në fund prap të burrat e la. Jo, po kjo është problem rritja. Jo, ideja është që gjithmonë kur kemi probleme të tilla, mendohet se gratë kanë problem, kështu në fillim dhe direkt. Jo, problemi është, nëse më lejohet me ndërhy pak me kundërshtu doktorin se na akuzoj burrave, edhe vetën ndoshta, në problem social, po jo, s'jam shumë dakord, ndarja bëhet botnore, dikun 30% problem kanë meshkujt, 30% femrat, 30% quhet problem i çiftit bashkëshortor, dhe 10% është ajo idiopatike apo e pagjinshme, nuk dihet shkaku nga po vjen infertiliteti. Nuk e cekëm në fillim çka është infertiliteti. Infertiliteti është pamundësia për të arritë koncepcioni apo te fëmia mas një viti marrëdhënies të pambrojtura mes një çiftit, një burrit dhe një gruas. Domethënë, pa u bën një vet nuk llogaritet që pa u bën një vit nuk llogaritet infertilitet dhe pa u bën një vit që janë bashk, sepse ne kemi shpesh edhe këtë problemin tjetër ku kanë një vit martesë po nuk jetojnë bashk, njëri është jashtë tjetri në Kosovë, edhe quhet infertil, po jo, nuk është infertil, ata nuk janë bashk. Një vit seksi pa mbrojtur. E tha shumë troç. Po, pjesa e dytë e definicionit është kur femra është mi për 35 vjeç, ky afat është 6 muaj. Okej. Proporcionalisht sa më e vjetër është femra, ky afat shkon tu. Po për burrin nuk është e njëjta? Ora biologjike punon edhe te burri edhe te femra. Po te burri punon pak më ngadalë. Në fakt burri përjeton ndryshimet prej mosës 30 vjeçare e tutje. A e vërtet është që burri mund me u bë babë edhe me 70 vjet. Teorikisht, po problemi është që çfarë fëmijë bën. Është shumë e vërtetë se mbi moshën 35 vjeçare bie fertiliteti te femrat me një rënje të kurvës drastikisht e poshtë. Mbi moshën 40 vjeçare pastaj antimyllerian hormon që tregon sasinë e rezervave vezore na bie koqa shumë afër zeros. Kështu që ajo kurba e fertilitetit vlen për moshën nën 35 vjeçare që quhet një vjeçar. Te çiftet që kanë martesa më të vonshme mbi moshën 35 vjeçare ngutemi pak, nxitojmë pak për me i përfundu procedurat e arritjes shtatzanisë.
Okej. Disha të ndalim edhe jo se ma mori vëmendjen kjo që e the mbi moshën 50-60, varet pastaj se çfarë do të sjell në jetë. Çka nuk kupton kjo? Po, qëfëse... Është shtatzënit e vënuara ose të lindjet e vënuara. Shtatzëni e vënume ka një rrezik mbrapa. Në të thotë qëfëse është baba ma i vjetër se 40 vjetë, shansa që fëmija me pas probleme, anomali mas lindjes, është ma e madhe. Statistika ka të regu që çdo babi cili është ma i vjetër se 40 vjetë, fëmija i ti është në rrezik më të madh 5 fish për autizëm, me pas mundje mendore, shizofreni, me pas mundje Genetike. kanceroze, sidomos ato të gjakut. Kështu që tregimi nuk është bashkë atë që I bukur si shfaqet në media, shikoj në moshën 60 vjeçare u bë babu se u bë nën. Po teknologjia në mjekësi, edhe mjekësia kanë avancuar shumë sa që kjo punë është bë çështje teknike. Vetëm është kapaciteti i femrës edhe moshkullit me prodhu qeliza seksuale dhe mundet me umri deri te rezultati. Kapaciteti me prodhu qeliza, me procesin IVF-it tashmë gjinden qeliza dikun tjetër, merren me donor. Edhe pse në Kosovë nuk është e lejuar, në vendet tjera është e lejuar. Po, se këta dua ta shëroj pak më gjatë. Si është kjo procedura e donimit të qelizave? Çka nuk kupton kjo pak më gjatë, ndoshta më sqaruar edhe për publikun. Te rastet që thash ku bie rezerva e vezorëve te femrat, nuk kanë vezë mjaftueshme, po kemi mjaft raste edhe të meshkujve që nuk prodhojnë spermatozoid kualitativ, mund të merren qelizat vezë një personi tjetër, qoftë femër apo mashkull i cili do që i mungojnë prej çiftit. Në Kosovë akoma nuk ka një ligj që përcakton këtë saktësisht. Çiftet tona shkojnë jashtë Kosovës dhe bëjnë zgjidhje për këtë punë. Mirë po, edhe me fe më duket nuk është e lejuar me marr vezën të dikush tjetër, edhe pse për mendimin tim është një zgjidhje e mirë me bën një fëmijë, ai fëmijë gjenetikisht është sikur njëri prind, e ka qelizën e njërit prind, qeliza tjetër është e një personit pa njohur, realisht, që i përngjan pak a shumë fenotipikisht prindit, cilit jam mendohet me i marrë qelizat për ati personi, por që e mbanë në bark ajo nanë e cila do të arrisi pasaj. Okej, do më thonë, një grua e cila merë qelizat vezë nga një grua tjetër, dhe i fut në trupin e saj, kjo i bie që nuk është nana e fëmijës, nuk është nana biologjike, po thjesht është bartësja nuk është e thjeshtë me definuar. Shkenca me ja dhënë titullin, apo sa e thellë dhe sa e komplikume. Në bark edhe faktikisht për te lind fëmija, po. Po, lind fëmija me gjakun e vetë. A i bie që ai fëmijë ka 3 prind në këtë rast? Pyetje e bukur. Si mund ta kuptoj? Ai ka 3 prind? Jo, si ka 3 prind, i ka 2 prind. Ai personi i cili dhuron qelizën gjithmonë mbetet anonim në gjitha vendet e botës. Jo, po flas vetëm si gjenetikisht në aspektin biologjik. As në aspektin biologjik, akoma s'kemi arritur me gjetë terma me i shpjegu këto, do me thonë, përzimin e qelizave 3 persona. Kush është më i afërt, nana e cila mbon në bark apo nana nga e cila merret qeliza vezë? Ma herët na e patëm një temë shiku këtë gotë. Kjo ngelet një pyetje. A është gjysmë me mbushur apo gjysmë me zbrazur? Apo shumë e komplikuar kjo pjesë, nuk jep përgjigje. Kur ka shku teknologjia dhe mjekësia përpara, kanë hyrë punë të cilat edhe nuk mundet shumë qartë me i definu. Gjithmonë është tu hecë në për kufi. Ma herët e patëm një temë jashtë kamerave që the unë e marrë e rrisë fëmin dhe e bëj si unë. A the ashtu? Po atë fëmi që do t'a lindja ajo, do t'a rrisi, do t'i japë qumsh, do t'a mbojnë trupin e vetë, në lëkurën e vetë, do t'a rrisi, do t'a edukoj si që është vetë krejt, prapë do quhet nanë. Prapë është nana ati. Ajo që e ka lindë. Sigurisht është nana ati, nanë mund të dhe nana adoptuese. Po për atë mjekësia e kanë shkon të e ndru terminologjinë, nuk flet më vetë për genetik, po flet për epigenetik. Epigenetik, po ata që bisedu. Ndikimi rrethonave, mënyrës të jetumit në atë bazë genetike që e ke. Që e kemi. Në të është fiksa që e bëj që shduhet. E bëj që shduhet vetë fëmijën, po absolutisht e edukoj edhe kryoj një personalitet ashtu si që mdu. Edhe një pyetje sa desha t'ja bëj doktorëve para se me kalu të Paulina dhe të Rita, është që a rekomandoni ju që edhe kjo të lejohet në Kosovë? Çështja e donimit të qelizave vezë? Nuk
nuk është se kemi nuk është se kemi shumë qifte cilat kanë probleme tilla, për atyre që tha doktori ndoshta dalin një përqindje e vogël, atyre që kanë probleme tamam tillë, janë të pakta ata që shkojnë jashtë Kosovës dhe kërkojnë ndihmë për procesin e donor, dhurimit qelizave. Do t'ishte mirë me e bo edhe për ata, sepse nuk jam i mendimit me janë ndalu dikujt me u bë print, është e mirë me e bo atë ligj, me e pru edhe në Kosovë atë ligj, që se cili njeri me pas drejt me zgjedh. A do me e bo, as do me e bo, pastaj le ti takoj se cilit qift. Po ngrirja e vezëve këtu është e lejuar, apo? Ngrirja është e lejuar. Dhurimi s'është. Por dhurimi nuk është i lejuar. Pyetja e mirë, nuk e di nëse lejohet në Maqedoni. Po më duket se po. Nuk jam e sigurt. Po e qartësoj tani. Maqedonia ka filluar me qenë qendër ku po i grumbullon njerëz për jashtë për me kry procesin e in vitro, kështu që po ne kemi një ligj shumë progresiv në krahasim me Kosovën. Jo, po është po qendër atraktive edhe për jashtë. Njerëz të shteteve tjera. Këtu e kemi. Është shumë mirë. Është mirë, është debati vetë. Gati e bindëm. Se nuk është bashkë mirë. Gati e bindëm. Me vone me surrogacin një fëmijë. Tash jo. Jo, asese. Pse jo? Me a përdor dikuj tjetër trupin? Pse jo? Jo, nuk është përdor. Nuk është vendimi. Si është surrogacin Rita? Nëse vendos unë ta mbaj fëmijën e dikujt tjetër çka ke ti? Mendon që është okay? Shumë okay. Pse? Është vendimi im, është liria ime, është e drejta ime. Dhe pastaj në shkëmbim të çkaje, diçka tjetër po ja jap fëmin tën dikujt tjetër, po e shet? Po jo, nuk është fëmia jo. Unë mendoj që ti je thjesht inkubator. Unë mendoj, jo, po prandaj Rita, nuk janë Rita. Lidhet me këto si e tha doktori më herët. Qofse mundson shumë shpejt nuk do kemi donacion qeliza vetë njëtin fenomen. Nuk do kemi nevojë as për këtë gjë. Japonia sapo ka dëshmuar që ka krijuar një mitër artificiale dhe ku mundet të rritet fëmia, kështu që s'do kemi nevojë as për këtë. Nuk mendon që është shfrytëzim edhe objektifikimi se për shkak të pasurit mund të shfrytëzojnë trupat e grave të varfëra për në këmbim të parave. A mendon se nuk është e drejtë? Me ligj nuk është e lejuar. Surrogacia lejon? Surrogacia nuk lejon pagesën në asnjë moment. Po tash që është konfirmuar natë se ka bë pagesën. Ajo është në këmbim të çkojë, tjetër që ka më bëj. Në këmbim të vullnetar të dëshirës për të ndihmuar. Këtu janë sikur ato historiet një 60 vjeçar u bë bab. Atë kështu duket. Jo, si përborva. Po jo, nëse ti nuk ke mundësi ta mbash fëmin tënd, sepse nuk është gjithmonë punë dëshire, ndonjëherë nuk ke mundësi ta mbash. Pse të mos ja lejosh një gruaje tjetër që ka dëshirë të bëhet nën? Është vërtet, ne kemi pyetje shpesht aty. Tjetër diskutim, ne po flasim për dëshirën, po përdorin gratë për me sjell në jetë një fëmijë. Dhe ky përdorimi është shumë i rrallë është. Unë nuk mendoj që as që duhet të diskutohet në atë. Sepse trupi i gruas po përdoret nga dikush tjetër që mund të ketë të mira materiale. Unë surrogacinë e shoh dyshim si. Unë mendoj që është shtypje. Ta mendoj që është një shkelje e rëndë e drejtave në njeriu, sepse përdoret trupi i saj në aspektin social po flas tash. Para shkosash vendimi i gruas. Që janë në rënu të drejtat e femnave, po kërkojnë për femnës. Nuk janë rënu? Të drejtat e femnës për femnës tjetër, që s'po do me e maqë. E po, në këtë rast kemi besoj një pavarësi tjetër ose përplasje mes të pasurëve dhe të varfërve, sepse ne jemi dëshmitar që ishte një nga aktorët më të famshëm në botë, që nuk deshti me prish trupin e saj dhe mori një nanë surrogate, e pagoj më pare dhe e bani fëmijën. Rita mendon që kjo është e drejtë? Nëse është vendimi asaj zanë për mu liria, nuk ka fund. E kam qartësuar në këtë emision, është absolutisht liri. Është vendimi asaj. Ne kemi diskutuar, po e tërheq një paralele tjetër, e kemi diskutuar edhe punën e seksit me para. Që është gjithashtu. Po jo, për përdorim. Jo, Rita, ka dallim. Jo, s'ka dallim. Jo, për mu. Ka dallim. Jo, s'ka. Është vendimi i gruas, e shfrytëzon trupin e vet sido. E shfrytëzon sepse nuk ka mundësi tjera për me siguri të hyra, e kjo është e gabume. Në këtë rast vjen dikush që ja shfrytëzon. Kush jemi ne ta përcaktojmë? Ne po e gjykojmë. Ne po e gjykojmë diçka që është për ne e gabume dhe nuk duhet me promovu si të mirëqen. Po më intereson me i bëhet dy pyetje nëse më lejon. Po para se me hy brenda këtu doktor Dardani tha, kam shumë stres. Edhe i thash, a mundesh me i bëhet dy krahasime? Thash, kur një grua vjen të mjeku ginekolog, na detyrohemi me u zhvesh,
me ullnat ka ujken aty. Me I hapë komat, ta ju se nga e keqe. Edhe doktorit kontrollon me një sond vaginale, ndërkohë na veç një mikrofon ja qytëm këto. Doktor, po më intereson tash krahasimi në dy elemente. Doktor Dardani me na tregu sa më vështirë qenë ka këtu, apo mendon që më I vështirë është pozicioni jonë kur shkojmë ne si paciente. Dhe doktor Mentori me na tregu se si është me qenë ginekolog I burrave. Besoj që është ma letë se me qenë I femnave. A janë burrat më vështirë, le të themi, të qasshëm edhe në kuptim të komunikimit, edhe në kuptim të bashkëpunimit me mjekun, apo po bëjmë hapa për para? Burri ka vështirë me ardhë. Ma mirë më s'u kthehet. Me ka vështirë me ardhë? Burri ka vështirë me vendosë në ardhë. Po, veç ta spjegoj fillimin e tregimet. Psikologjikisht pritet si femna ka me lindë. Pra atë edhe këtu edhe në këtë botën femna është e para që e bën hapin e parë. Me kësej asosme po thotë jo, mund femna me fillu me bo hapin e parë, por me njëri bashkanxitet edhe burri. Që procesin dhe të rezultati me shkurtu sa ma shpejt. Pyte unë që vinë të unë, po vinë të unë masi që I kanë shtitit disa dyrë të ginekolog. Qajo që ja thashëm fillim, mas pari fillon gruja. Po kur vinë, absolutisht janë njerëz ma kooperativ që mund është me gjithë. Pra burrat janë tu e pranu? Ashtë e vërtet, na po bëjmë një punë. Atë për edhe ma shumë, kanë fillu burrat vullnetarisht pacient martu, me orë me kontrolu, këto të në doktor du ko morë me po ajo okej asim. Njëtë në gjë e bojnë edhe femnat, njëtë në gjë e bojnë edhe qiftet, do me thonë komplet vinë të Ma letë ko ka qëtu se atë jo? Po, është ma letë qëtu, qëtu përgjëshë, se qëtu për të vëtë, a ma letë qëtu, a ma letë qëtu. Varë që që përceton, do me thonë të njeku po shkon për një nevojë. Ma minimizoj komplet që atë stresin që përjetojmë na, e sikletin, me të që në rriti prezent qëtu. Unë nuk e di, nuk jam pa në atë pozit në herë me shku të ginekologu. Nuk e di atë pozit, mundohem me qenë sa ma jafërt me pacientët që me javull atë stresin, me javë spjegu se cilën gjatë që do bëjmë, qoftë prej ultrazorit deri të vizita ginekologjike që përmeni, mos me përjetu atë stres. Kurse dalja publike është një stres tjetër, pasaj që s'më krahasohet me atë tjetërën të bashkë. Doktorin, ne po bëjmë një punë jashtëzakonshme për këtë punën e, do me thonë, arritjes të shtazania, sepse tashmë po punohet edhe në aspektin psikologjik qiftit, ku ftohen të dytë qifti, ne kemi shumë raste që vjen vjerra me gruan, do me thonë vinë edhe thot me kontrolu se s'po me shtazon. Nuk vjen burri, po vjen vjerra me nusën. Unë I thamë, okej, na pekëshyrmi sot në ultrazo, po kontrolën e radhës që ka me orë mas një mujt, me analiza laboratorike, du të me orë burri. Apo kupton? Vjen burri, të na edhe I themi, përveç kësaj që kam I bo analizat laboratorike, dush me shku edhe ti, me bo një spermogram dhe një kontrol të andrologu. Apo kupton? Mi janë spjegu atë përqindjen e male factor që është për mos arritin të shtazania. Mu shumë më pëlqen fakti që doktor Mentori është duke promovu vazhdimisht këtë çështjen e infertilitetit të burrave, sepse deri tash në Kosovë nuk kemi pas androlog. Doktor Mentori është andrologu I vetëm I certifikuar prej shoqatës evropiane të andrologëve, kam përshtypjen Akademisë Evropiane, kërkoj falje. Dhe ajo çka unë po du me thonë, është që në të kaluaren është lënë një kohë më e gjatë e diagnostikimit të problemeve të burrave me idenë që ta hulumtojmë gruan fillimisht. Por nuk e di tash a ka ndryshu edhe apo shkojnë paralelisht, sepse në momentin që vjen një grua dhe dën me e pa në kuptimin a është gjithçka në rregull në kuptimin ginekologjik, edhe ka shumë analiza, teste dhe të tjera që bëhen, pse nuk shkon paralelisht edhe burri me bënë një spermogram? Që është më e thjeshtë apo? Tashmë po shkojnë paralelisht. Vinë qifti dhe të dytë po shkojnë paralelisht. Të dikur burri dhe ka lënë në fund. Se kena lënë. E kanë lënë. Momentin që I kërkohen analizat. Profesorat e tu ndoshta e kanë lënë, tash mëse se ke lënë, te kanë lënë profesorat. Dy opsione. Ose është burri jashtë dika të punu në Evropë, ose s'ka mujt pedal për punë. Po s'ka çore po ardhë. Po dikur ka marrë. Cilat janë shkaqet më shumti që pushojnë drejt të infertilitetit tek burrat? Çka mund të konsiderohen ndoshta pak a shumë, sepse sigurisht prej razi nuk dihet. Me siguri që janë faktor gjenetik, janë faktor hormonal. Tash kohën e fundit mbi të gjitha mënyra e jetumit e ushqimit. Ekspozimin në substanca plastike që u mbyt ato e thonë çdo kund që jemi në siklet edhe në zor prej plastikës. Me ju tregu që në urin edhe në testis janë gjithë mikroplastika, thu qysh kam ri ajo mikroplastika aty. Kam ri,
Se në ato janë qatë grimcat vogla sa që shkojnë edhe me gjak aty. Kjo vjen prej keq ushqyeshmërisë? Plastik. Po, okej. Plastik. Po. Plastik telefoni. Okej. Tesha gjysa në poliester. Plastik. Do me thonë, këtë janë produkti naftës. Mbështjellura me plastik. Po, ose të meri që e shoh shpesh, qajnë edhe kafën në gotë plastikës, që dije që rritë ngri me qitë langë të nxehtë në gotë plastikës e rritë lirimin e substancave helmuse, toksike. Që nuk duhet asësi të konsumohet në atë formë. Pra atë edhe Europa dhe bota tenton me ikë plastikës, dhe thotë edhe ujnë edhe gjithë shka tenton me qitë në gota në shishe gjomit. Të ne është plastika në gjitha të më thonë, ujën të cilin e marim në plastika nuk bën asësi me marë ujën e plastika në shishat të plastikës, nuk është asësi preferueshme me marë. Po, kur e llogarit që para marketeve tonë arrin ujë jashtë, i ekspozohet dillit tanë ditën me ditë tona, ti shkon e merr mushën para minutë çfarë ujë pin. Dihet që është mohat ujë, mohat gjithmonë vënë të errta. Po. E ju ndill. Absolutisht. Me ashtu doktorit ata që thalë stilin e jetesës, na po shohim gjithmonë më shumë që stili i jetesës po ndryshon, rinia po përdor gjithmonë më shumë alkool, po konsumohet gjithmonë më shumë alkool në Kosovë, duhan gjithashtu, drogat e ndryshme, ato krejt ndikojnë në cilësinë e spermës, prodhimi i spermatozoidëve, edhe ato duhet me potencu. Shumica prej atyre që kanë probleme prej meshkujve i kanë pa që janë o duan pirë, o konsumojnë alkool, ose kanë pas probleme diçka infektive, varikocellat, doktori mund t'i shpjegojë më mirë probleme tjera. Stili jetesës është baza, do me thonë të mashkulli me sa kam pa që ndikon këtë problematikë. Që duhet pa tjetër, qëfar stili jetesës duhet jetë që mund të konsiderohet më i shëndetshëm për të eliminu ose për të ikë infertilitetit? Unë punoj tanë ditë në karike. Qëfar stili jetesës oke? Kur fare? Mos me qenë që ushqimin e kontrolloj dhe i dikun, aktivitetin fizik kanë shumë vështirë me e kontrollu. Për shkak të punës që e bëjnë? Normal. Ta shtu e logarit që puna e zyrës është punë e uli, më ullë. Po mënoj, kur kam pa doktori për e të funit që ka pas bujku problem me infertilitet? Kur jo? A është tanë ditën jashtë të punu me aktivitet fizik të marë? Edhe të marë vitamin D me shumit. Po. Prej djelës. Aj se ka asë një telashe me këtë punë, po mënej. Figurativisht. Kush e ka këtë telashe, e kanë venet e zhvillume me ata që rrinë më shumë mbyllën, ata që nuk kanë aktivitete fizike, edhe keq ushqyeshmëria me produkte dhe të mira. Ata me stil jetesës se doktori tha dhe aktivitetin fizik, kanë probleme edhe bodybuilderat që përdorin edhe hormone. Ajo është veç tregim kapitull këtë tjetër që është tamtim me redije pa vedije në kufi është, a e din as e din. Se çdo konzumimi anabolikëve, do të thotë substancave që përdoren për bodybuilding, faktikisht janë damtojnë procesin e prodhimit edhe këto proteinat? Whey protein që llogaritet si proteinat e pastra? Bën ta bëj një pyetje. Po. Qysh mundet tërshana me pas protein? S'ka. Kjo është marketing. Whey protein, po u merr ka tërshana, po u bëj ka protein. Nuk ekziston, ajo është sasi koncentruar e sheqerit, që maneti pastaj përballur me të. Normal. Duhet që një sasia e konsumimit të proteinave të bëhet prej ushqimeve. Nuk vin pe gjitha bimbe. Ka disa bim që janë ma pak në përdorim edhe normal në shtreta, ato që kanë protein, normal që kanë po janë shumë, po, shumë shtreta. Ato për cilat i proklamojnë që janë me proteine, faktikisht inexistente. Vetëm sa për marketing dhe për konsum. Në fakt, na nuk jemi në zërë për i kërkuj tjetër mas shumë se për industrisë ushqimit. Sidomos në Kosovë, me që mendoj që është 2 herë me keq, se sa kualitet ushqimit, se sa në vende tjera? Jo, për këto sen Amerika është kampion. Okej. Amerika përdor fertilizues dhe pesticidet cilat janë në Evropë ndalume para 20 vjetë. Jo, për ushqim që është shumë diskutabil është në Amerikë. Pra Kosova nuk është që jemi shumë keq me kualitetin e ushqimit? Nuk jemi mirë, se se kemi kapacitetin e shteteve zhvilluma me bo që ka këshim bo. Okej, ne do të shkojmë me disa minutat marketingut, pastaj do të kemi edhe në pjesën e debatit për çështjen se si ndikon në shoqëri dhe në çështjet sociale. Ne do të kemi vetëm pas pak.
U kthejmë përsëri për të vazhduar me diskutimin për çështjen e infertilitetit dhe kë e prek më shumë. Rita, këtu sa u diskutua dhe nga çfarë u tha nga doktorët që i kemi në studio, shihet që numri i lartë, ndoshta shumë i lartë, është infertiliteti tek burrat. Mirë po, pse gjithmonë kërkohet në shoqërinë tonë që ekzaminimet e para, kontrolli, kujdesi të jetë gjithmonë te gruaja? Për shumë arsye, normalisht gruaja ka qenë gjithmonë fajtorja kryesore për gjithë shka, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi se... Më falë, se më të koncentroj. S'ka rëndësi për çfarë. Ta se është shka ndodhi, një prej kamerman dhe gati urdzu. Kështu që kjo ideja pëse po qeshë Rita, nëse s'mundesh e vazhdoj. Vazhdoj, se po më qeshet. Okej. Jo, se kaloj. Jo, thjesht zanë, gratja fajsu për shumë gjëra për cilat s'kam pas faj, pritshmëritë ndaj grave në përgjithësi në shoqërinë tonë, po jo vetëm, kanë qenë të ndryshme dhe janë lidhur gjithmonë me reproduktivitetin e gruas. Gjithmonë roli kryesor i gruas ka qenë të lindë fëmijë në shoqërinë shqiptare. Imagjinoni, kemi raste kur një burr merr një grua të dytë vetëm sepse gruaja nuk, sipas tyre pa bërë analiza, domethënë, gruaja s'mund ngele shtatzën, merr një grua të dytë ose edhe një grua të tretë. Ose kemi raste kur divorcohen për shkak të kësaj arsye, ose nuk e di, shumë raste të tjera të cilat i shohim prezente, edhe gjithmonë faji hudhet gruas për çfarë arsye, se ti mendësia, patriarkati, ajo që gjithmonë gishti drejtohet drejt gruas. Ne kemi thënë disa herë në këtë emision që nëse shumë çështje të fertilitetit dhe infertilitetit, apo e thamë disa herë edhe doktorët e thanë, varen edhe prej burrave. Mos flasim pastaj djala vajzë. Edhe kjo çështje tjetër që nëse i ka bërë krejt vajza edhe s'ka mund të bëje djalë, prap ka marrë një grua tjetër që ti lind këtë djalin, kur në fund të ditës e dim që edhe gjinia varet prej burrave. Doktor, si qëndron kjo? Ta ndrosh gruan që të bësh djalë? Apo edhe pyetja tjetër është, edhe pyetja është Dardan, ndoshta me ty do ta diskutoja këtë pjesë, cilës janë kërkesat e grave apo burrave që të bëjnë fëmijë, të bëjnë djem, domethënë vinë të caktojnë gjinin. Apo vazhdoj? Jo, me Dardanin do të vazhdoj. Po, ne kemi raste kur vinë dhe kërkojnë diçka të tillë, të përcaktohet gjinia, kemi mjaftueshëm mjek popullor në thojza cilët ju ndihmojnë çifteve që të arrijnë të një diçka e tillë, të një dëshire një çiftit për të pas njërën gjini apo tjetrën, nuk e di se çka ju bëjnë. Kam rast, po i thosha Paulinës më herët që shkojnë qesin vekshin, që unë nuk e di çka është me qit vekshin, po... I nxeshin, qesin vekshin edhe kemi rast kur është djegit gradës 2 që i ka rënë krejt lëkura në barkun e gruas, pse me kthy anin në barë. Edhe kam një historie fani me një paciente, edhe unë i tha me pas ke mitrën e retroverzion, të kthyme nga shpina, thash po besoj ke dëgju që shkojnë e qesin vekshin me kthy mitrën ka barku. Ajo është normale, lind krejt normal për një femën, ka do që ta ketë. Edhe i them kështu thash me shku me qit vekshin, a vedin unë të ba hajgara dhe mendova që më ka kuptu që ka kom thonë, a vedin si me hajgara me qit vekshin, kur vjen aje mas 2-3 muaj, dhe tha doktora, kok na mirë se kom qit vekshin? Se vekshin tha më ke thonë tita, që jo, unë nësme moj men që të kom thonë diçka t'ilë, po nështë ta kom ba hajgara, që me pa fshajrin vekshin. Po që ka rase që vinë kërkojnë, përsaktimin e gjinis, ajo është çështje dëshire pastaj, më shumë kam pa femrat që kërkojnë, me thonë drejten. Ato insistojnë se sa burrat, me pas të dy gjinit, me pas edhe vajzë, me pas edhe djalë, ajo është çështje personale. Po nëse i kanë 3 djema, lipin gjithçysh edhe çika, po më shumë se kanë çika. Po kam pas çifte deri tash që kanë kërku, ata kanë vetëm djem dhe hajt po e provojmë edhe një fëmijë, mos po na del vajzë, ju ka dalë djalë prapë. Kush ka vajzë është milioner. Kështu si shqiptarë dojnë më bë milioner. Shumë e vërtetë. Shumë milioner. Ju grati janë pa prona vajzat, çfarë milioneri? Më varet me kënë ke kontakt. Me ata që po mund nuk është ashtu. Sa përqind e grave? 4% e grave trashëgojnë. Çfarë milioneri? Ndoshta baba është milioner se s'ka jep vajza me pasurinë. Milioner është ai që ka vajzë. Jo, në kuptimin figurativ doktori po tregon që prindi që ka vajzë është milioner, në çat kuptim edhe unë po besoj që jam milioner. Ku po du me dalë? Na ka shkruar një lind. Po, shkurt
Okej, hajde lexoj se desha me dëgju edhe doktor mentorin për kërkesat e lindjeve, caktimit të gjinis dhe arsye se çka po ja tregoj rastin e lindjes edhe mandej shkurt e vazhdoni. Linda Prepes na shkruan, na tregon që është martuar 17 vjeçare kur diku vitin 2002 pas luftës, thot dashnia, euforia dhe ndjenja e lirisë mbani me marrë ndoshta vendime të nxituara, por gjithsesi 18 vjeçare e ka lind fëmin e parë vajzë. Bashkësia, do të thonë jetesa në bashkësi dhe presioni më bën që shpejt të nisë shtatzënin tjetër prap vajzë. Hera e parë dhe e dytë kaluan disi më lehtë, shtatzënia e tretë kur e kuptua që kam vajzë u bë diskutim i madh dhe ndëruam disa doktor për të parë nëse të gjithë po pajtohen me gjinin që shohin. Kur lindi vajza e tretë, atmosfera në shtëpi ishte shumë e zymt. Edhe erdhi lindja e katërt, unë plot stres dhe lutje të vazhdueshme ndaj Zotit që të jetë djalë, dhe kur doktoresha më tha që është vajzë, fillova të bërtase të sqarem nga dëshpërimi, si të kthehem në shtëpi. Njëkohësisht lindjet e kunata. Ajo e lindi djalin e parë. Nuk e imagjinoni se çfarë trajtimi mori ajo e çfarë une. 5 vite pas vajzës së katërt, prap mbeta shtatzën dhe kësaj herë linda djali. Britma të panat nuk munguan, por unë përjetova një depresion të thellë, përmbusha të gjithë pos vetës. E kuptova që nuk kisha pasur nevojë për një djalë për të ndjerë më shumë nën. Sot kam 5 yje që janë rritur, por unë vazhdoj të vuaj pa drejtësi ndaj vajzave të mia. Pse është kjo kërkesë, doktor? Dhe nga kush vjen më shumë kjo kërkesë që të ketë djem? Besoj që baraz është edhe gruaja dhe burri. Edhe pse mendoj që është burri ai që e inicion këtë punë. Tash me tregu raste personale është 1.7 milion. Nuk e di sa është sakt. Po që e bjen nana vajzën që i ka 3 vajza dhe thotë jo unë ko marrë, çka dush bën veç me pas djalë. Femna besoj që për shkak të jetës vet djalin e ka si një lloj sigurie sociale. Dhe për këtë arsye e kërkon më shumë që ta ketë gjithmonë një djalë. Nona është ajo që e lyp djalin. Pse njihet më shumë non, këto që tha Paulina, që është e kundërta. Njihet më shumë non se ka një djalë dhe në fakt ajo po e thotë që unë nuk është që po nje më shumë non, sepse edhe me vajzat kam qenë po aq e përmbushur, por që i përmbusha të gjithë të tjerët dhe nuk është që vetë kush e di se u përmbusha më shumë, jam ndjen njësoj non edhe për vajzat. Pra është presioni social edhe ndoshta gjithë ai anashkalimi edhe nënçmimi që është bërë kësaj gruaje që ka lind vajza vazhdimisht, në krahasim me kunatën e saj që pas ka lind djem dhe që ka bërë tash nami edhe janë trajtuar ndryshe dy nuse të një shtëpie. Dhe kjo ndodh edhe sot. Po është u ndryshu me hapa të shpejt. Po, mentaliteti po ndron, po kërkesa për me pas të dy gjinit i takon çiftit. Po edhe është një drejt, është drejt e secili çift me vendos. Gjithkush ka të drejtë të kërkojë të ketë një vajzë dhe një djalë, dhe jo domosdoshmërisht kjo paraqet seksizëm edhe në fakt kemi vetëm ne shqiptarët që i bëjmë këto realisht, kemi mjaft çifte edhe nga jashtë, un kam pacientë që janë amerikanë, se kemi Kforin në Ferizaj. Edhe ke edhe amerikane, ose amerikan mashkull që thot edhe unë e du me pas njërën gjini, për shembull me pas djalë, ose po kam qef me pas një vajzë. A kupton, nuk kemi vetëm ne. Këto problemet sociale besoj që i takojnë njerëzimit. Ndoshta doktor derisa nuk shkojmë në ato ekstremet e përjetimit ose kërkimit të procedurave të frytnimit asistuar mjekësor, jemi normal me ato kërkesat apo dëshirat tona, duke i lutur ndoshta edhe Zotit edhe doktorit. Pastaj in vitro të caktohet gjinia? Po, mund të caktohet gjinia me in vitro, ka çifte që caktohet. Kjo si është procedura? Në Kosovë është ndaluar me ligj, me zgjedh gjinin, çiftet që kërkojnë zgjedhjen e gjinisë me anë të IVF shkojnë jashtë Kosovës, kryesisht në Çipër, Turqi, ku lejohen këto procedura, ka filluar tash edhe Shqipëria po i bën, më duket. Mirë, po në Kosovë është ndaluar me zgjedh gjinin me IVF. Gjithsesi, për problemet sociale folën, ajo është problem social, pastaj secili e ka çefin e vet me pas njërin gjini, nuk mund me i paragjyku asnjërin as tjetrin. Unë për vete i kam 3 vajza që po thotë jam 3 fish milioner, nuk i kisha ndruar me 3 milion djem. Mirë po, dëshirën me pas edhe një djalë nuk di, s'di me përshkru ato, ndoshta kam qef me pas në të ardhmen, nuk mund me përshkru. Ajo i takon secilit çift me vendos vet. Pra një ginekolog i cili i kryen të gjitha procedurat in vitro, e gjitha këto i ka vetëm 3 vajza dhe s'ka insistuar me bëjë një djalë për vete. Krisht edhe kur vinë pacientet për këtë punë edhe thonë doktori kam 4 vajza, kemi ardhur me se po dojmë me fillu një shtatzani, tham ke ardhur në vendin e gabuar, sepse po kisha ditë kisha po për vete. E po një për vete.
Si është kjo procedurë? Si bëhet kjo procedurë për ta zgjedhur gjinin? Teknikisht, është e realizueshme Thjesht. thjesht është. Do spermatozoidët cilët i thojnë androspermia dhe ginekospermia, do të thonë moshkull dhe femër. Okej. Edhe mani me moshkullin bëhet Sa është saksia në atë 9%? 100%. teknologjia ka avancuar shumë. Realisht bashkohen vesë të femrës, merren vesë të femrës, sado që grumbullohen 20, 30, 40 sa janë grumbulluar nga të dy vezorët, bashkohen me spermatozoidët e burrit, ju bëhet analiza gjenetike se cilit embrion, do me thonë që është kriju deri ditën e 3 ose ditën e 5, merret materiali gjenetik, gjendet cilët janë meshkuj, nishi, 3, 5, 7, shumë janë defekte gjenetike, 4, 5 dhe ata që janë meshkuj transferohen te femra përmes zgjedhgjinin ose cilët janë vajza varësisht prej kërkesës. Tash këto probleme janë kërkesat Kjo është çështje teknologjike. Që është nalte poshtë me u përzi pak më punëzotit. Po, edhe nuk mendoj që duhet jetë e lejuar në këtë pikë. Zan, imagjinon një disbalans burash dhe grash, vajzash dhe djemsh në botë, që e kemi, shumë mirë që në Kosovë është ndaluar me legj, edhe pse po shkojnë jashtë shtetit, por që unë mendoj se është e gabuar. Sa mendoni që kishin numri i djemve në Kosovë më ngrasje me vajzat? Jo shumë, s'kish lëviz prapë, sepse natyra është e mrekullueshme, e bën mrekulli. Janë ndalon. Nuk janë ndalon, po i bën baraspeshjen e secilit fenomen që ekziston në tokë. Kështu që unë besoj në Zot, unë besoj Zoti e ban mrekullira, i ban baraspeshjen e secilit, për atë arsye në botë tash janë 50% femra, 50% meshkuj, nuk është se kam ndryshuar. Ama po shkon numri duke u rrit i disbalancit. Në Kosovë ke më tepër djem se vajza. Jo, s'ka më shumë më tepër djem se sa vajza, nuk ka shumë më tepër, me këshir me statistika s'kam hy me i pa realisht. Në fakt një raport i Këshillit Evropian flet për disbalancë të fëmijëve, gjinisë së fëmijëve që në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni që flitet pjesa e shqiptarëve, kemi 116 deri në 118 linjë të djem për 100 vajza. Kur kam hymi pa në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, ka qenë pothuajse ky numër. Që po, e di që ka një disbalancë. A në kupton kjo që është bërë përmes abortit selektiv? Jo, zona tash duhet me pa edhe në prizmën tjetër. Në kohën kur unë kam specializuar në klinikën ginekologjike obstetrike në Prishtinë, bëshin 45-50 lindje brenda 24 orëve. Tashmë nuk bëhen as lindje brenda 24 orëve, nuk lind më kërkush 4-5 fëmijë. Po, megjithatë numri i djemve është i lartë. Nuk e di statistikat e fundit çush janë. Nuk besoj që Zoti do më tepër djem saqë ka prun botë më tepër djem se vajza. Ndoshta i don pak më tepër djem. Po aty fiton më i forti, X apo Y që noton deri te vezat. Okej, nëse shkojmë në rrugë në mënyrë biologjike, pastaj në mënyrë artificiale, fitoj. Ndoshta nuk po mundem me shpjegu tamam, po numri atyre që zgjedhin gjinin me IVF, nuk besoj që mund të ndikoj kaq shumë në statistikat. Na hyni qeni prapë në studio. Nuk besoj që mund të ndikoj aq shumë në statistikat, po. Atyre që kërkojnë. Hajde prej gjithë popullatës. Qita numre në Kosovë, qëse thamë që 34.000 qifte kanë problem, sa për ty në mund më shku me zilëzinin? Shumë pak. Po thu që vetëm ata që kanë probleme kërkojnë gjinin, nështë ta janë shumirë që mund të kryen, shtatë zanin në mënyrat naturale, por vinë ta të saktojnë gjinin. Po nuk është brash sa Nikolaj shumë edhe i lirë kjo punë. Duhet sigurisht financiarisht me qëndru shumë mirë. Nuk është bashkësen që mund me e bëjë gjithkush. Me e bëjë gjithkush. Një pyetje që ka duha ta shtroj direktori është se cilat janë, po e thëmë gjuhën popullore, cilat janë ankesat e burrave që vinë të këte? Për çka vinë burrat më kontrollu tek andrologu, apo që është më thëtë Paulina te ginekologu i burrave? Dhe me shka i trajtoni doktor se po vesë për një shok temë? Shë zhërë këta sonda s'ka. Këta e kam punë me dure. Do me dhani përdorin durë. Dy ankesat kryesore. Infertilitetin një dhe shëndetit seksual. Çka në kupton me shëndetin seksual, sepse infertilitetin e diskutuam deri tash. Pamundësia për të arritur deri tek shtatzania në mënyrë natyrale është kërkesat e cilat shkojnë te andrologu në mënyrë të shohin se janë të shëndetshëm. Mirë po, cilat janë ankesat për shëndetin seksual? Numri 1 është disfunksioni erektil, që është edhe njëri prej faktorëve që mund me pru në infertilitet, se kur s'munësh me pas marrëdhënie, s'ka gjasa dhe me me pra në Kosovë kemi një rritje të numrit në kretë botë, të këtyre që ankojnë, po flasin tash vetëm për Kosovë, po më intereson në Kosovë. Po du me nëzirë Kosovë njashtë fokusit, po du me e qitë në plan botë nërë. Jo, unë po du me e qitë në Kosovë, me pas sa i kemi burrat, okej. Okej, që ta është, Okej, kemi burrat. Ta jap një informat shumë thjesht është.
Para 50 vjetë edhe sot, burrat prodhojnë 50% më pak spermatozoide se që kanë prodhuar para 50 vjetë. Por akoma shumë mjaftueshëm për me e mbajt një balancë në botë ose me linë më shumë meshkuj se sa femra. Po të jap shembullin personal. Po. Po banë moshën kur unë kom pas fëmijën e parë, ka pas fëmijë të krym. Okej. Hapi i parë ku fillon të lashja. I shtyn martesën. Se të na është ende si sinonim martosh dhe duhet me bua fëmijë. Përveç kësaj, cilat janë ankesa tjera që burrat përballen në Kosovë, probleme tjera të cilat burrat përballen në Kosovë dhe duhet patjetër që ta vizitojnë një androlog? Pas infertilitetit, se është edhe disfunksioni erektil që është problem në rritje. Se në fakt disfunksioni erektil është simptom, ne e themi miksi, nuk është smundje. Është simptom, po ka shumë elemente sociale. Ky disfunksioni erektil me përkthy në gjuhën që qytetarët do ta kuptonin të gjithë, është pa mundësia me arrit erekcion. Seksual. Pa pas erekcion nuk mundesh me pas marrëdhënie. Ua prek, do me thënë, burrërin djemve, se pse ua prek se di, do me thënë, se atë që marrin personale, po mirë që... Jo, nështë e dim, Rita, për arsye se një burë në fuqinë e mat me fuqinë e tij seksuale. Që në fakt ne do duhemi normalizu edhe prej këtu me bo thiri edhe me tregu që me pas probleme, disfunksionin erektil është njësoj si me pas problem me tiroiden që unë ndonjëherë trajtoj te doktor mentori, apo me zemrën, apo ndoshta me vezoret policistike që i trajtojmë te doktor Dardani ose të tjerët. Po du me ndërlidh me ato që është një problem tjetër shëndetësor që duhet me u trajtu, edhe jo me undje të stigmatizum, edhe jo me undje si kur ka marrë fund edhe qysh me shkune edhe qysh me i thonë doktori, që ko doktori shumë mirë, të pranon, sigurisht edhe trajton. Ideja është me heq stigmen, sepse dhe burat kanë probleme seksuale, dhe gratë munden me pas probleme seksuale. Që të do është ta me e thonë, disfunksioni seksual të gratë është problem tjetër që kërkush nuk e fletë, edhe është në kretë botën në rritje. Sa është numri i rritjes, nështë sa është përafërsisht numri të gratë i kësaj? Këte nuk e di, kur ta... Si bëhet matja e kësaj? është vështirë me mbledh statistika për diçka të me mbledh, po ku më shku në trajnim shtatori, kuptoj. Masa ne thirrit prapë në emision. Jo, më intereson si matet kjo të gratë. Në qështet e burrat. Vërtet? Si është procedura, se pëtona me ditë, si trajtohet kjo? Zam procedura. Po jo, qytetarët të cilit janë duke në ndjek, unë nishan në vend të punës dhe më pëtëm cila është tema që do të trajtosh sot të zonat, dhe më të regova që do të flasi për infertilitetin dhe shëndetin seksual, kemi një androlog dhe kemi një ginekolog në studio, të gjithat pa tjetër duhemi me këshyrë. Tash, as po mujnë me bëha fëmijë, as po mujnë me bëha seks, unë nuk jam ka e di. Dy problemet janë që i ndodhin çdo mashkulli. Po, prandaj po pyes se si trajtohet dhe a duhet që patjetër secili burr edhe grua që fillon ta humb këtë, që të shkojë te ginekologu dhe te andrologu. Çështja e mos me pas dëshirë me bëu marrëdhënie edhe mos me mujt me bëu marrëdhënie, në dy çështje të ndame. Që unë e gabova, tash apo na shpjegojnë si janë këto çështje. Dëshira për seks vjen prej hormonit mashkullor. Okej. Testosteronit. Tek burrat. Po. Tek gratë? Mosmundja me performu, ta thonë kështu, është shej shëndetit të nëve gjakut. Okej. Dhe më thanë, mos dëshira nga hormonet, mos mundja nga në të gjakut. Edhe gratë dalojnë këtë punë. Po. Kur burri nuk është i pjellshëm, është problem general i trupit ti. Okej. Se burri shnosh, zakonisht është i pjellshëm. Okej. Të femna mund me pas problem vetëm me organet që ja të lidhen me reproduksion edhe me qenë do me thonë e lokalizume, i fokusume problem. Vetëm tek mitrat se vezore. Është pak më lehtë. Po. Na kur nuk kemi të pjellshëm është njëri prej shajeve që diçka me shëndetin atij mashkullit nuk është në rregull. Nuk është në rregull. Po. Tu fillu prej gjendjes psikologjike, faktorëve hormonal, infeksionet, më herët që i përmena me krejt me rrë. Ka diçka të vërtet që ka thënë Rita që nuk kanë mashkull dëshirë me dështu aty, vërtet është se aty ndërlidhet disfunksioni erektil psikogjen që është më i shpeshti. Okej. Që nuk kupton kjo më saktë? Po e në kupton që një performancë dopt mashkullin frigon. E më ne friga indukon performancë tjetër dopt edhe kjo më ne bëhet problem real.
I hynë në tru, ashtu që... Dhe patjetër që duhet të jetë një vizitë tek andrologu. Po edhe një përkrahje e partnerës, sepse na gjithmonë këtu bëjmë thirrje që burrat i përkrahin gratë kur kalojnë nëpër periudha të vështira, traumatike dhe të tjera. Unë mendoj që në këtë rast, Unë t'ja bëju një pyetje. Zotja dhe zotrin, Paulin cilin me përkrah përpara? A ti përkrahi gjithë. Unë e veç një e kam. Isha s'ka të loshe që ata duna me përkrah për tjera. Ti Paulina do shkoj jetë aty i përkrah burrat. Jo, kur flasim seriozisht në këtë çështjen sepse unë mendoj që mandej burri fillimisht e ka problem me e diskutu me gruan e vet, edhe me e të i kalu me gruan e vet për marrë deri te doktori. Nëse e të i kalon me gruan e vet, mandej shumë ma lehtë është marrë deri te doktori. S'pa kusht në perceptimin tim. Direkt shkon te mjeku ose bypass shkon te mjeku, po nëse shkon te mjeku pa e të i kalu fillimisht diskutimin në shtëpinë e vet, në krevatin e vet, që aty ku s'po mundet me e kry le të themi procesin për cilin po ankohet, atëherë unë mendoj që kish me qenë shumë më lehtë nëse kemi me e diskutu, me e trajtu edhe me hit stigmën, duhet me folin qift edhe pastaj me kërku ndihmë. Unë që ka shoh gruaja është shumë përkrase, se pyetja e dytë, masi që pas ankesës, a ki të lashe me gruan? Edhe përgjigjet janë? Jo. Që gratë i përkrahin këtë proces. Shumë bukur. Absolutisht. Apo shë bre, bravo. Rita kish me thënë gratë në mësë me vujt. Absolutisht. Nuk po e vazhdojmë atutje këtë punën se kam shumë opinion në këtë drejtim. Hajde, jo pas po du me dëgju jo opinionin Rita se... Ka herë s'ke dhe s'lok. E kam thënë njëherë që gratë shqiptare nuk e di sa din ta shijojnë seksin. E kam thënë, po tash ka ndryshu pak qasi, mendoj që problemi është e burrat. Nuk din ta bëjnë. Ashtu diçka, s'din t'i kënaqen. Gratë. Apo Rita tash tini deri tash i pyetëm doktorat për statistika. Se probleme shumë thella keni hy. Nuk po di ku mu kap tash dhe këto. Nuk besoj që është bashkaq keq gjendja. Asu unë mundem të ta dëshmoj. Sepse deri tash ne pyetëm doktorat statistika, çka shihni ju. Rita, si e ke vlerësu situatën që gratë shqiptare nuk kanë jetë seksuale të kënaqshme? Cilat janë statistikat, parametrat apo matjet që i ke bo për marrë në këtë përfundim? Ajo që kam thënë deri sot, përderisa burrat dhe gratë trahtojnë dhe shkojnë me të tjerë partner. Po trahtojnë gjithë botën, a gjithë bota atëherë nuk pas ka jetë seksuale të kënaqshme në martesë? Partnerësia e grave në seks është globale. A nuk i ke pa, mendojmë varet algoritmi për të nxjerrë në Instagram. Jo, se the burrat shqiptar, dhe gratë shqiptare faktikisht, the nuk e shijojnë seksin. Dhe momentin kur thua ashtu i bie që burrat shqiptar nuk janë të zotëm për shumë kohë, Pauline, dhe seksi është parë. I kanë bërë kanë fëmijë nga 10 fëmijë, ota kanë shijuar seksin ashtu si objekt Pauline dhe si makinë prodhuese dhe vazhdon të shihet si e tillë. Ti bën 9 fëmijë, 10 fëmijë, tentativa mendon që e ka shiju, atë të bërin 9 fëmijë dhe 10 fëmijë. Po pse apo mendon që nuk e ka shiju, apo mendon që se ka shiju? Ato gjyshet tona e kanë shiju pa shazë, e kanë shiju. Keni meme e tillë, keni meme e tillë. Fëmijës është teoria sërbëve dhe macedonëve. Jo, absolutisht. Që dyja ide në lavatrice për prodhimin e fëmijëve. Çdo ka qenë terminologjia saktë. Keni meme e tillë, do me thonë që një gjyshe tu i thonë kësaj vajzës së re, keni dalë fare ju, ndërsa gjyshe e kishin nxjerrë me 12 fëmijë mrapa. Po mendoni vetëm për seks kohët fundit dhe... Po seks, i kanë bërë nga 12 fëmijë, po e kanë pas jetën seksuale ndoshta shumë aktive se shumë gratë. Pas me Paulina e shpjegoi doktori. Po s'kam pas mbrojtje me Paulinë, se më çon tash ti analizoj krejt rrethanat. Ku kanë ditë të mbrohen gratë më përpara? Kanë pas mundësi financiare të mbrohen. Mbrojtja dhe kënaqësia seksuale dhe ardha në po jo se po i krahason me lindjen e fëmijëve. Nuk do të thon kanë lind fëmijë se s'kan ditë të mbrohen. Ndoshta edhe sepse kanë pas shumë dëshirë të afrohen dhe të kenë raporte seksuale, por nuk kanë ditë të mbrohen. Kanë flet me ka 12 vjet në një vend. Jo, me ka 12 vjet nuk kanë flet. E kanë gjetë vendin e vet. Po lerit mos e përkufizot tash ti sikur shqiptarët nuk janë zotas në krevat se janë. Dreqin e të haj. Si njerëz molet. Dreqin e të haj. Mendon që janë ndërdan? Po se atë po e ndryshoj Ritën. Po pse po mendon se tash ti tukan që në kolon, ndoshta atë të më mirë se pak hapemi në këto pjesë, do me thonë të mjeku. Shumë pak hapën në këto pjesë, shumë pak i diskutojmë këto pjesë të mjeku. Apo po ke mendim social, do nuk po flas si profesionist të social, po nisem për atyre. Nuk po du me u shpreh në mënyrë shumë banale, po që çkosh me një motel këtu rrotull i ke krejt bizin këtë kohë, kështu që mos ty mandej hiç më mirë. Mendon që
Arsyeja që pse thash çfarë thash. Po mendojnë që kjo është ajo që e kundërshton rritën ose e demanton rritën, pse modelet mund të jenë full dhe disa njerëz janë duke bërë seks, mendojnë që arrihet kënaqësia vetëm pse janë modelet mbyllur, se Rita po flet ishim të diskutu pak më herët për sa janë aktiv. Për përmbushjen e grovave seksuale. Mjaftueshëm globalisht. Dhe mjaftueshëm aktiv janë, që po ta them edhe një fakt shkencor, mjaftueshëm aktiv janë sepse ne kemi smundje seksualisht transmetueshme me bollëk. Kjo nënkupton që smundjet seksualisht transmetueshme, nëse shpërndahen sikur Covid-i 1, 2, 4, 6 dhe shpërndarin, po ne kemi zona caktuar në mrena Kosovës ku human papillomavirus bën të merr kërdi. 14 vjeçaret vjen me human papillomavirus. A kupton? Kjo është të merr. Keni vaksinim? Vaksinimi ka fillu tash në shkollë, mirë po të ketë një 14 vjeçare human papillomavirus, do me Tregoj që është seksualisht aktive. Është seksualisht aktive që në atë kohë, mirë po edhe zonat caktuar me territorit, nuk po i përmendi me emër, ato që i mbulojmë ne, sidomos ana Ferizajt, janë 2 zona aktive, human papillomavirus bën kërdi. Ose mund të mbrohen nga ajo, se është shumë e rëndësishme të thonë. Të vaksinohen. Është promovu goxha shumë vaksinimi, po në anën tjetër edhe te burrat. Infeksionet seksualisht transmetueshme e sjellin edhe infertilitetin. Që të dalim te kjo. Tani kur po flasim që shporitet infertiliteti, mos ta hedhim poshtë faktin që një infeksion i patrajtuar seksualisht i transmetueshëm. Ne kemi edukim shëndetësor 0. Është vërtet, kemi edukim seksual. Jo shëndetësor. Dikush po shkruan Zan thot nga bisedat me shoqet thot asnjë grus më ka thonë që është kënaq. Kështu shoqe i ka, prej nga vin. Shkratek, cila është mosha, ka shumë faktor për mana në përfundimin që kërkush nuk naqet në atë farë muhabeti. Unë mendoj që burat në përgjithësi, ja pra po e them shqiptar, se unë me shqiptar kam pas punë Paulin për ndryshe, mendoj që janë shumë egoist në përgjithësi në marrëdhënie seksuale. Mendojnë veç për vete, andaj janë të pakënaqura seksualisht gratë. Që këto 100% nuk pajtona. O po mbin për hise veç mu pra, se di. Me gjatë që e kom pa prej asaj që ka sho, është që moshkulli hynë në takt për me qenë femna e knaqën është e dorës dytë knaqësia ti. Sepse po dalim të ajo që a do me tregu, soj zoti është. Apo ata që vinë të konsultohen, në ty gjithmonë e shek këtë ndenë? Ato që i shohune moshkulli në se cilin, pa përjashtim. Kur e pës problemi është me neve që kur bënë marrëdhënie këshirë krun me e knaqë, që jo vetëm, po doktor që ashtu është. Rejnë. Noshta? Rejnë. Noshta? Do të me pyt gratë, a i pyt gratë. S'mujnë krejt. Unë besoj që vajzat e mija janë të napatash, sepse kanë premtu që kanë më napatë të reja, Enja dhe Gjurma nuk din gjo për këtë punë, sa din Bleza e madheja, kështu që na falni. Jo, pse me kërku falje më dojtë. Jargoni Gjurma se Enja mjafton. Sepse po, Bleza e madheja i kam su këto gjona në shkollë, ka që me fillojnë këto i mësojnë edhe në shkollë, po, Gjurma është e vogël, se Enja është e kemin seksual është Enja në krejtë shkollës, po që ka du të më marrë shpia me bo. Këtë punë duhet shpia me regullu. Me trajtu edhe me diskutu. Normal. Qëka është ajo, me që jemi edhe në minutat e fundit e emisionet, qëka rekomandoni, cilat janë rekomandimet e juaja si androlog edhe si endokrinolog? Sa e përket edhe shëndetit seksual, po i sa përket edhe shëndetit në tërsi për gratë edhe për burat. Zonë që se për diçka kemi qenë të njoftun që jemi martu herët edhe kemi kryu familje. Po su pra, po martu herët me kryu familje? Po jo bashkë që ashtu, po edhe me ushisë doktori po të sigura një shpreja. Që jemi të bo nomen me karierat tona, edhe po i lojmë familjen mbrapa, po e them ato që me ka thonë një mek Paulina Eden, Amerikanë. Kur na pa mas luftë të ketë nga zlujmë kështu, tha, që shpëshovën e tha, ju keni më bo si na, po do në me jetu si na, fmit keni me bo me e vjetë, edhe burat kanë me qitë stenta. Edhe për delë që e ka pas sak 99 të nej. Burat me? Burat kanë me qitë stenta. A, stenta. Fmit keni me bo me e vjetë. Pse kjo ndërlidh shmëri? Se ma mori kështë? Pse ndërlidh shmëria? Pse duhet me qitë burat stenta kur fmija banë me a i vjetë? A, nuk ka ndërlidh shmëri direkte, po... Jo, që është që e shtyn krimin e familjes ma vonë. Okej. Qëfse i kishtu krimin e familjes ma vonë, do me thonë të ju kishtu i përkushtu profesionit, karierës, qka do? Po flasim vesh për vajzat këtu, a?
se vajzat janë ato që lindin. Edhe sado që nga aspekti mjekësor është i diskutueshme, unë mendoj që shumë pozitive. Se vajzat nuk pranojnë më të lindin fëmijë pa qenë të pavarura ekonomikisht, pa qenë stabile. Gjithsesi pajtona me një statistikë në Japoni më duket ishte fillimi i krijimit të familjes kishte shkuar mosha mesatare 35 vjeç. Po shtyhet, thjesht sepse gratë po vendosin tjera prioritete. Unë jam baba 33 vjet. Është e vërtetë. Në baba 33 vjet? Po. Baba me 25. Unë jam bashkë shumë i ri, edhe atëherë më tallnin shoqëria, se aty doshta me u ndërlidh më herët që them me kriju familje pak më herët, që unë jam bashkë shumë i ri prind dhe kur u bëra prind gjithë shoqëria kishte vetëm atë vajzën time Blezën, edhe ata tallshin me mua, thoshin derisa të bëhet i mençur i martu budallësi një në klasë të parë. Mirë, po nuk mendoj ashtu. Domethënë Bleza më ka pas si shoqe tash, më dhe jam shumë i lumtur me. Mendoj që duhet me gjetë një balancë. Nuk shkon asnjë në ekstremin e vet. Fiks. Si është gjendja shëndetësore e grave në përgjithësi në Kosovë nga percepcioni, ndoshta edhe statistika? Gjendja shëndetësore e grave, nëse e marrim në aspektin e riprodhimit, është shumë e mirë, sepse Kosova tashmë po ofron shërbime shëndetësore mjaft kualitative në këtë drejtim. Spitalet private kanë bërë namin, pa diskutim, do me thonë, ofrojnë gjitha llojet e shërbimeve që mund t'i ofrojnë një grus. Përderisa kemi arrit ne edhe në Ferizaj me kriju një spital privat ku ofron shërbime prej më të thjeshta deri te kanceret e sistemit të riprodhues, atëherë shëndetësia është mirë, nuk është keq. A janë gratë të edukuara nga besimi është akoma shumë i vogël në shëndetësinë kosovare, shumica na ikin jashtë për trajtime. Nuk e di pse, derisa të kthehet ky besim. A janë të informuara për shëndetin? Mendoj që ka filluar me u informu në bazë të mediave, doktorëve, spitaleve, kanë një farë njohurie për shëndetin riprodhues, nxitojnë të doktori kur e shohin që diçka nuk është në rregull. Jo vetëm riprodhues, po edhe kujdesin personal të një gruaje. Në përgjithësi situata është shumë më mirë në krahasim me vitet e kaluara. Kjo shihet edhe në higjienën personale, shihet edhe në trajtimin e smundjeve që i kanë, vizitat e rregulla që i bojnë qoftë për screening, për pap test apo çka do, i bojnë vizita të rregulla, qoftë edhe femrat menopauzë vinë vizitohen. Sa janë vizitat e rregulla që duhet të bëhen te një ginekolog nga gratë? Vizitat e rregulla që duhet të bëhen varet edhe prej gjendjes pacientes, ka ato që janë të shëndosha dhe nuk kemi pa që kanë ndonjë problem, atë rekomandohet që spaku një vit të bëjnë një papatest kontrollues, pastaj çdo 2 vite nga një tjetër. Kontrollat rutinore tamam në atë kohë. Përveç se nëse kanë mjafton për me e zbulu smundjen në kohë. Pastaj nëse kanë një çrregullim ciklit menstrual, nëse kanë një çrregullim diçka hormonal, nëse kanë çfarë do shqetësimi me organet riprodhuese, po unë ju tham jeni të mirë se ardhur atë secilin. Po shkon kjo periudha po zgjatet me sa kam parë unë, sepse ka qenë një herë në vit falas, tash po bëhet një herë në 2 vite nëse nuk jam gabim paptesti. Paptesti realisht nuk kushton shumë as në institucionet private, nuk është diçka që kushton. Rekomandimi e kam fjalën. Rekomandimi bëhet fillimisht një herë në vit, domethënë 2 herë një herë në vit, e bën tash e bën pas një viti dhe pastaj çdo 2 vite vazhdon me përcjell veten. Po e mbajnë mirë deri tani, kemi rrallë raste ku shohim që nuk vinë vizita, shumë rrallë. Nuk e mbaj mend krejt muajin maj, për shembull unë kam pas vetëm një grua e cila ka thënë nuk kam bë pap test gjithë jetën time. A kupton, vetëm një paciente prej gjithë atyre që kanë qenë, vetëm njëra ka deklaruar që nuk kam bë pap test gjithë jetën time, edhe ajo e bëri shoqërisht e mirë, kështu që mirë jemi, nuk kemi keq. Me vedijen e grave jemi aty. Mirë, ka vend për përmirësim gjithmonë, sepse zonat rurale, shtresat e varfra, sigurisht pamundësia. Shtresat e varfra, zonat rurale pak ngecin këtë aspekt, sepse kanë prioritete tjera, kanë prioritet fëmijët, ushqimin, gjana tjera, derisa t'i vjen koha me ardhmë mjeku, bëhet shumë vonë. Mirë, po mirë jemi, s'jemi keq. Nuk jemi keq. Doktor? Burrat e kanë më kollaj. Më ardë andrologu, më shkute andrologu. Jo, nuk kanë ndonjë orar caktuar. Në fakt që se ki problem prej fëmijë, ajo shihet prej fëmijë. Është pediatri dhe e përcjellët. Sa janë vizitat që duhet i bëjë një burr tek andrologu, a duhet një burr të bëjë edhe nëse nuk shën ndonjë problem? Veç kur ka probleme. Apo veç kur ka probleme. Na e shihim zjarrin e shtëpisë kur ka zjarri në shtëpinë. A preferohet që të bëhen paraprakisht? Po normal, po them, ashtu siç e thash më herët. Ka tendencë që moshkulli më ardh paraprakisht pa pas asnjë
problem të vetëm, pa pas martes ose lidhje që planifikon me kriju familje. Po, ne kemi edhe paciente femra që vinë vetëm kam ardhur me bë për çef një vizitë. Kaq, a ke ndonjë rregullim cikli jo, a ke ndonjë problem shëndetësor jo, a ke diçka jo, thjesht po duhet pa veten si jam edhe kaq. Po ginekologu im gjithmonë, po pse ke ardhur? Po kod për qef. Shati. Se çopo. Për qef, kështu që duhet shkuar për qef te ginekologu, ta bësh një kontroll. Në Maqedoni është prej 12 vjeç. I caktohet do me thënë ka të drejtë të caktohet ginekolog am falas për vajzat, dhe mendoj që është koha e faktikisht ne këto nuk i kemi në Kosovë akoma të rregulluara. Sistemin e sigurimit nuk e kemi të rregulluar në Kosovë, e prandaj ngecim. Këtë pikë ngecim shumë më pa rajonit komplet. Edhe Shqipëria ka sistem sigurimi shëndetësor publik, që që di Maqedonia ka... Po ne kemi fond sigurimit shëndetësor, ju nuk keni, se është problem edhe te pushimit të ponjës. Tani kanë fillu nga pak, mjekët familjarë më duket i kanë marrë disa zona që i kontrollojnë mirë, po akoma s'kemi rritë specialitetet tjera me i do populatat. Ne kemi për shembull edhe ambulanta mobile që shkojnë nëpër vende rurale, bëjnë kontrolla rurale. Kemi edhe ne disa mamografi që shkojnë. Disa mamografi, po fiks, po prap unë pajtoj me doktor Dardonin që kemi bërë hapa përpara, po si në këtë vallën, para pak mbrapa, sepse kemi të bëjmë me përmirësimin e çështjeve e mendësisë, por jo atë sa duhet. Për shembull, cikli i parë menstrual të vajzat po vjen sot shumë më herët se sa që ka ardhur në mosha të kaluara, dhe shumë pak prindër shkojnë dhe bëjnë vizitat e para ginekologjike te mjeku apo mjekja ginekologe. Pikërisht këto femra kanë shumë çrregullime të ciklit menstrual, vajzat e reja në moshë për arsye të ciklit i cili është i kontrolluar prej një sistemi krejt tjetër, jo prej vezës të prodhume, kështu që rrallë kemi, ma shumë kam konsulta në telefon, doktor vajzës si ka arë cikli që 3 muaj dhe ka çrregullime të ciklit, që ka me bo, ja me disa këshilla në telefon, po ngurrojnë me ardhë, po ka gjithmonë ma shumë. Ç'kjo është ideja, do me thonë që ne t'i heqim qëto stigma, t'i heqim qëto paragjykime, ke probleme të cilat duhet me u trajtu për andrologut, që zoti s'ke nevojë më me shku në Turqi, s'ke nevojë me shku më në Maqedonia, s'ku do tjetër, sepse gjithmonë jemi anko, okej, s'po kemi androlog, s'po kemi ginekolog, s'po kemi kështu, s'po kemi ashtu. Kreti kemi. Nuk e kanë ditë. Po se ka ditë, sepse në fakt edhe andrologjia ka qenë fush e pa zhvilluar në Kosovë. Sot e kemi zhvilluar në Kosovë, është mjeku këtu, thjesht çka duheni me bë, cërë telefonin edhe keni probleme disfunksionin erektil, po fali mas pari me grunë, mande me doktorin. Shka me vol me grunë, a është e kënaqë që zhva jo? Po edhe me pyt, pse jo? A është e kënaqë nëse jo? Pse jo? Unë kisha me cilën grunë. Me cilën grunë. Okej, unë ju falenderoj, ndoshta keni diçka për fund, doktor, që të thoni, bëni vizita sa më shumë tek andrologu, bëni vizita dhe më shumë tek ginekologët, sepse nuk është vetëm çështje kur të smuremi, nuk është vetëm çështje kur të dëmtohemi, nuk është vetëm me i parapri, të kemi të marrim masa preventive, sigurisht që shëndeti duhet të kujdesemi për të, duhet të bëjmë kontrolla edhe me hershme rutinore dhe sistematike në mënyrë që të jemi sa më të shëndetshëm. Dhe nuk është askush pa shpresë, edhe këto duhet me cek, sepse në vitin 2025 ku po jetojmë, teknologjia ka mbrë jashtë larg sa pak çifte mbesin pa fëmijë. Kështu që nuk ka vend për stres, nuk ka vend për panik, thjesht me u drejtu te mjeku dhe me bazë. Por sigurisht që edhe andrologun, edhe endokrinologun dhe ginekologun fillimisht vizitoni që t'jeni të shëndetshëm, që ju t'jeni të gatshëm, ndoshta që edhe pastaj tutje që të bëni edhe prindër. E kam përshtypjen zonë që gjitha ta burra që i ka shkruar rritës mesazhe, asnjëri s'ka nevojë për androlog. Ka njerë ata që më shumë të shkruajnë, po i shohim a jam pacient. E me i konfirmu. Doktor mentor, të falenderoj shumë që sonte ke qenë pjesë e emisionit Zona dhe mi diskutu një temë kaq shumë të rëndësishme dhe kaq interes të madh për qytetarët. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi me të pas në studio, doktor Dardan, faleminderit shumë që ishit sot pjesë e emisionit Zonat, që të diskutojmë këtë një temë shumë të rëndësishme për secilin që na ndjek. Juve për ftesën, Paulinës fillimisht, kam marrë hatër i saj, sepse kam njoft shumë më herët. Kam pas shumë stres me dalë këtu, me thonë drejten, po ma hoqët para emisionit dhe mesazhi u dha që... që jemi shumë isore. Shumë isore. Paulina të falenderoj shumë që ishte sot pjesë emisionit dhe Rita të falenderoj shumë. Nesër, sigurisht, besimtarit musliman shënojnë ditën e Kurban Bajramit dhe ne nga studia Zanave ju urojmë një festë sa më të mirë, të begat dhe të keni shumë shëndet. Deri një javën tjetër, unë ju them natën e mirë.